Louise Ailey vazhdon të sjellë atmosferë humori dhe dashurie nga përditshmëria e tij familjare, këtë herë me një video që ka bërë menjëherë xhiron e rrjetit, ku ai shfaqet në shtëpi me partneren e tij Chiara Tito dhe vogëlushen Luna Mari. Në videon e publikuar në rrjetet sociale, shihet Luna duke luajtur e qetë me lodrat e saj në një këmbë të shtëpisë, ndërsa Louise, me stilin e tij të njohur plot batuta dhe loj, ngrihet në këmbë dhe i drejtohet Chiarës me një ton gjysmë serioz, gjysmë komik duke i thënë: "Kjo shtëpi ka burra edhe kur them unë du me dal edhe në 12 të natës, edhe në 2 të natës." Komenti i tij ngjalli menjëherë të qeshura, por ajo që bëri më shumë buj ishte reagimi i Chiarës, e cila e shikoi me një vështrim të thellë e të mbret, tipik për një grua që e di mirë se kush i komandon gjërat në shtëpi. Louise nuk nguroi të vazhdoi skenarin e tij të improvizuar, duke shtuar me një buzëqeshje të lehtë, kurse detyra jote është të më thuash çfarë rrobash të vesh. Por pasi pa reagimin e Chiarës, i kthyer plot humor drejt kamerës, u justifikua menjëherë duke thënë: "Kështu i tha gruas ai, jo unë", për të treguar se ishte thjesht një shaka dhe jo deklaratë personale. E gjithë situata përfundon me një skenë edhe më komike, ku Louise shihet duke larë enët, një veprim që theu komplet rolin e burrit autoritar që sapo kishte luajtur, dhe tregoi edhe një herë natyrën e tij të butë, bashkëpunuese dhe gjithmonë me humor në qendër të çdo situate. Videoja është pritur me shumë pozitivitet nga ndjekësit, të cilët e kanë cilësuar këtë si një nga momentet më të bukura dhe të vërteta të çiftit, ku dashuria, humori dhe jeta e përditshme ndërthuren në mënyrën më natyrale. Komentet janë mbushur me zemra, të qeshura dhe komplimente për Louisit dhe Chiarën si prindër dhe si çift, ndërsa vogëlushja Luna, si gjithmonë, rrëmben vëmendjen me praninë e saj të ëmbël. Ky moment i thjesht, por shumë domethënës, tregon edhe një herë se sa e bukur është jeta familjare kur ka dashuri, mirëkuptim dhe një dozë të mirë humori që e bën çdo ditë më të lehtë dhe më të bukur.